3-3 ishte rezultati i çmendur i gjysmëfinales së dytë të UEFA Champions League pas asaj të zhvilluar të martën në Londër mes Arsenalit dhe Parisit, që përfundoi 0-1. Kësaj radhe Interi dhe Barcelona i dhanë jetë një sfidë të bukur, me emocione të mëdha, por mbi të gjitha me gola të shumtë, duke filluar që pas vetëm 30 sekondash ishte Marcus Thuram i cili realizoi për Interin me një finte, ndërkohë që u bë edhe lojtari më i shpejt që realizon gol në një gjysmëfinale të UEFA Champions League. Ndërkohë që Dumfries dyfishoi në minutën e 21, duke u bërë gjithashtu edhe lojtari i parë që pas Schneider në 2010 po në një gjysmëfinale kundër Barcelonës, që realizon një gol e gjithashtu edhe shërben një asist për shokët e skuadrës në një gjysmëfinale të Champions League-s. Reagoi më njëherë Barcelona me të talentuarin Lamine Yamal, i cili realizoi një kryevepër duke nxjerr nga repertori një gol klasi. E gjithashtu goditi edhe 2 herë traversën përgjatë lojës, talenti i ri spanjoll që duhet thënë se është bërë edhe më i riu i cili realizon një gol në gjysmëfinalen e UEFA Champions League, duke thyer rekordin që e mbante Kylian Mbappé, i cili kishte realizuar në gjysmëfinale në moshën 18 vjeçare.